Ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, më pak se 1.000 njerëz në planet ende jetojnë saktësisht ashtu si njerëzimi jetonte 50.000 vjet më parë. Pa bujqësi, pa para, pa orë. Në Tanzani, midis shkëmbinjve vulkanik dhe savanave të thara, hadzabe zgjohen para diellit me një siguri të vetme, ose gjuajnë sot, ose nuk hanë sot. Nuk ekziston rezervë ushqimore. Nuk ekziston plani B, çdo mëngjes është një test mbi jetese që shumica e qenieve njerëzore e braktisën mijëra vjet më parë, por ata vazhdojnë ta përballojnë. Nëse jeni të apasionuar pas kafshëve të egra dhe dokumentarëve të vërtet, mos e lini këtë video. Shikojeni deri në fund, regjistrohuni tani në kanal dhe komentoni se nga po shikoni. Mendoni për skenarin. Ju jeni shtrirë mbi tokën e zhveshur, të mbuluar vetëm nga qielli afrikan, dhe ulërima e një luani bën jehon disa qindra metra larg kampit tuaj. Zjarri që ndezet para se të flinit tashmë është bërë thëngjill. Nuk ka mure. Nuk ka porta. Nuk ka asgjë midis jush dhe grabitqarëve të natës përveç errësirës dhe instinktit të mprehur për breza të tërë. Ky është zgjimi i përditshëm i një gjahtari hadzabe. Hadzabe, të quajtur edhe Hadza, zën një territor prej rreth 1.000 km2 rreth liçenit e Yasi, në veri të Tanzanisë. Jetojnë në hijen e kraterit të Ngorongoro dhe pak kilometra larg grykës së Olduvai, i njëjti vend ku shkencëtarët gjetën fosile të Homo habilis të datuara gati 2 milion vjet më parë. Rastësia nuk është aksidentale. Hadzabe ndoshta e banojnë këtë rajon prej mijëra vjetësh. Gjenetikisht, ata përfaqësojnë një nga linjat njerëzore më të vjetra në planet, të krahasueshëm vetëm me san të shkretëtirës Kalahari. ADN-ja e tyre tregon një histori që librat e historisë ende nuk kanë arritur ta deshifrojnë plotësisht. Sipas traditës gojore hadzabe, historia e njerëzimit ndahet në 4 epoka, secila e banuar nga një kulturë e ndryshme. Në epokën e parë, bota dominohej nga gjigant leshator të quajtur Akakanebe, të parët ose të lashtët. Këta gjigant nuk zotëronin mjete dhe as nuk e njihnin zjarrin. Gjuanin duke ndjekur kafshët derisa ato binin të vdekura nga raskapitja. Hanin mish të papërpunuar. Nuk ndërtonin stre dhe flinin nën pemë, saktësisht siç bëjnë hadzabe edhe sot gjatë stinës së thatë. Gjigantët u mposhtën përfundimisht përmes kurtheve dhe shigjetave të helmuara, e njëjta teknologji që pasardhësit e tyre ende përdorin. Popullsia aktuale luhatet midis 1.200 dhe 1.300 njerëz. Nga ky total, vetëm rreth 300 deri në 350 ende jetojnë ekskluzivisht sipas mënyrës tradicionale, duke gjuajtur dhe mbledhur gjithçka që konsumojnë, pa asnjë shtesë nga bujqësia apo tregtia. Të tjerët migruan në fshatra, punojnë në industrinë turistike ose braktisën pyllin për shkak të nevojës apo presionit të jashtëm. Kjo do të thotë se stili i vërtet i jetesës hadzabe, ai i praktikuar pa ndërprerje për 40.000 vjet, ekziston sot të më pak se 400 njerëz në mbar botën. Përfytyroni këtë. 400 njerëz. Më pak se kapaciteti i një avioni komercial të përmasave mesatare. Gjua që ata flasin, hadzane, nuk ka farefisni me asnjë gjuhë tjetër të njohur në tokë. Gjuhëtarët e klasifikojnë atë si një izolim gjuhësor, një gjuhë jetime që evoluoi në mënyrë plotësisht të pavarur. Ajo përmban tinguj klikimesh dhe kërcitjesh që duken të pamundura për këdo që nuk është rritur duke i dëgjuar që nga djepi. Çdo klikim mbart kuptim. Çdo kërcitje dallon një fjalë nga një tjetër. Hadzane është aq e vjetër dhe aq unike sa UNESCO e klasifikon atë si të rrezikuar, jo sepse fëmijët kanë pushuar së mësuarja atë, por sepse konteksti në të cilin ajo ka kuptim po zhduket bashkë me savana. Hadzabe jetojnë në grupe prej 20 deri në 30 njerëz që lëvizin vazhdimisht nëpër territor, duke ndjekur disponueshmërinë e burimeve. Nuk ndërtojnë shtëpi të përhershme. Banesat e tyre janë strehtë të përkohshme të bëra nga degë të lakuara dhe të mbuluara me barë të thatë, struktura që mund të montohen në më pak se 1 orë dhe të braktisen pa pendim kur është koha për të ecur përpara. Nuk rritin kafshë shtëpiake. Nuk mbjellin fara. Nuk ruajnë ushqim për ditën tjetër. Shpajzi i tyre është vetë savana dhe ajo duhet të konsultohet çdo ditë. Vëzhgoni se çfarë ndodh kur dielli gris horizontin. Burrat janë tashmë në këmbë, duke kontrolluar shigjetat e tyre, duke testuar tensionin e harqeve, duke përtypur copa rënjesh për të larguar urinë fillestare. Gratë përgatisin shkopinjt e tyre të gërmimit, vegla të thjeshta druri me majë të forcuara në zjarr, dhe kosha prej bari të thurur për të mbajtur atë që gjejnë.
Fëmijët që nga mosha 5 ose 6 vjeç tashmë shoqërojnë të rriturit, duke mësuar në praktik atë që asnjë shkollë nuk mund ta mësonte. Nuk ekziston ndarje midis teorisë dhe zbatimit. Gjithçka është urgjente. Gjithçka është tani. Territori Hadzabe është reduktuar drastikisht në 5 dekadat e fundit. Vlerësohet se ata kanë humbur 90% të tokave të tyre stërgjyshore që nga mesi i shekullit të 20. Barin Datoga sollën kopet e tyre të dhive dhe gjedhëve në luginën i Aida, duke shpyllëzuar vegetacionin vendas për të krijuar kullota. Fermerët zunë rafshnaltat pjellore. Kompanitë e safarit i shndërruan zonat e vjetra të gjuetisë në rezerva ekskluzive për turistët e huaj. Në vitin 2007, një kompani safari pothuajse arriti të siguronte të drejta ekskluzive mbi një koncesion gjuetie që përfshinte toka tradicionale Hadzabe. Një fushat ndërkombëtare e udhëhequr nga vetë Hadzabe e pengoi marrëveshjen. Në vitin 2011, diçka historike ndodhi. Për herë të parë, qeveria tanzaniane njohu zyrtarisht të drejtat territoriale të një komuniteti prej 700 Hadzabe mbi më shumë se 20.000 hektar tokë stërgjyshore. Ishte hera e parë që një pakicë nomade mori titull pronësie në Tanzani. Por fitoria ishte e pjesshme. Komunitetet të tjera Hadzabe ende presin të njëjtin njohje dhe presionet mbi tokat e tyre vazhdojnë. Tani konsideroni situatën e një gjahtari që largohet nga kampi para agimit. Ai mban një hark të bërë me dorë me gjatësi gati 1,80 m, po aq i lartë sa ai vetë. Korda është e prodhuar nga tendinat e kafshëve, e shtrirë derisa të arrijë një tension që pak njerëz modern do të mund ta mbanin për më shumë se disa sekonda. Shigjetat janë të punuara me dru kongoroko, të zgjedhur me kujdes dhe të punuar derisa të arrijnë ekuilibrin e përsosur midis peshës dhe ngurtësisë. Pendët që stabilizojnë fluturimin vijnë nga pula e gujnes. Majat metalike janë të rrahura në të ftohtë nga goshtët, një nga elementet e pak modern të përfshirë në teknologjinë stërgjyshore. Por sekreti i vërtet i shigjetave Hadzabe nuk qëndron te maja metalike. Qëndron te helmi. Hadzabe përdorin 3 lloje helmi për shigjetat e tyre. Më i zakonshmi nxirret nga trëndafili i shkretëtirës, një bimë sukulente me emrin shkencor Adenium obesum që rritet vetëm në disa ishuj dhe zona specifike pranë liçenit e Jasi. Procesi i përgatitjes kërkon njohuri të sakta të kaluara nga brezi në brez. Burrat presin degët e bimës ose godasin tulin ende të ngjitur në trung duke përdorur dorezën e një sapate. Lëngu i nxjerrë zihet pastaj për orë të tëra derisa uji të avullojë plotësisht, duke lënë një substancë të zezë dhe ngjitse me konsistencën e argjilës. Ky mbetje mbështillet në shirita dhe aplikohet menjëherë poshtë majës së shigjetës. Helmi përmban glikozide kardiake, përbërës kimik që ndërhyjnë në funksionimin e zemrës. Kur një shigjet e helmuar depërton lëkurën e një kafshe, këta përbërës hyjnë në rrjedhën e gjakut dhe fillojnë të ndikojnë në muskulaturën kardiake. Simptomat e para përfshijnë pështymje të tepërt, të vjella dhe diare. Ndërsa helmimi përparon, kafsha bëhet e dobët, letargjike dhe e lëkundur. Një impala e goditur nga një shigjet e helmuar mund të bjerë në 30 minuta. Një kiraf mund të marrë deri në 6 orë për t'u dorëzuar. Një elefant do të ishte shumë i madh, helmi nuk mjafton për ta rrëzuar atë. Gjahtarët kanë zhvilluar një metodë për të testuar fuqinë e helmit në terren. Kur gjurmojnë një kafshë të plagosur, ata prekin pikat të gjakut të kafshës me majën e gjuhës. Nëse shija është e hidhur dhe djegëse, helmi po funksionon siç duhet. Ky test ndijor zbulon përqendrimin e glikozideve në rrjedhën e gjakut të prejës dhe tregon se sa kohë do të jetë ende e nevojshme që ajo të dorëzohet. Çuditërisht, helmi neutralizohet plotësisht nga nxehtësia e gatimit. Mishi i një kafshe të vrarë nga shigjeta e helmuar është i sigurt për konsum njerëzor pasi të piqet. Hadzabe e han mishin drejt për drejt në vendin ku kafsha bie, shpesh duke prerë copa dhe duke i pjekur mbi zjarre të improvizuara ndërsa ende gjurmojnë për t'u siguruar që preja të mos rrimë këmbët. Organet, mëlçia, zemra, veshkat, mushkërit, testikujt konsiderohen privilegj i veçantë i burrave që kanë përfunduar ritualin e epeme, një rit kalimi në moshën e rritur që përfshin vrasjen e një kafshe të madhe. Lloji i dytë i helmit vjen nga bima Strophanthus emini, një kacavjerëse që rritet në zonat malore të territorit Hadzabe. Kokrat procesohen në mënyrë të ngjashme me trëndafilin e shkretëtirës, duke prodhuar një helm po aq të fuqishëm të bazuar në të njëjtin parim kardiotoksik. Lloji i tretë, i quajtur kalik asi, nuk prodhohet nga Hadzabe, por merret përmes shkëmbimeve me fiset fqinje.
Ai bëhet nga pema Acocantheras chimperi, e cila nuk rritet në territorin Hadzabe, por është e bollshme në Kenia dhe Etiopi. Konsideroni rrezikun e përfshirë në përgatitjen e këtyre helmeve. Një prerje aksidentale në dorë gjatë manovrimit të trëndafilit të shkretëtirës mund të nënkuptojë vdekjen. Lëngu depërton përmes lëkurës dhe hyn në rrjedhën e gjakut edhe pa plagë të dukshme. Gjahtarët Hadzabe i mbajnë shigjetat e tyre të helmuara plotësisht të mbuluara me gjethe ose të ruajtura në këllëf special të projektuar për të mbajtur majat larg kontaktit aksidental. Një gërvishtje mund të jetë fatale, por ende mungon rreziku më i madh. Kapitulli i dytë, grabitqarët e savanës. Gjuetia fillon para lindjes së diellit dhe përfundon kur nxehtësia bëhet e padurueshme, zakonisht rreth orës 10:30 të mëngjesit. Gjahtarët dalin vetëm ose në dyshe, kur në grupe të mëdha. Çdo burr gjuan në mënyrë oportuniste, duke qelluar çdo shpend që shfaqet, duke kontrolluar çdo vrim peme në kërkim të zgjojeve, duke u zvarritur në shkëmbim për të lokalizuar damonët. Gjitar të vegjël të ngjashëm me brejtësit që jetojnë midis gurëve. Për të komunikuar në distancë, gjahtarët kanë zhvilluar fishkëllima unike. Çdo burr ka modelin e tij tingullor, të njohshëm nga shokët e tij kilometra larg. Pret më të vogla përfshin dikdikët, antilopa të vogla me lartësi rreth 40 cm, derat e egër, fakoqerët, babuinët, majmunët dhe shpendët e të gjitha llojeve. Për këto kafshë, Hadzabe përdorin shigjeta pa helm. Saktësia e gjuajtjes duhet të jetë e mjaftueshme për të vrarë menjëherë, sepse një kafshë vetëm e plagosur mund të ikë dhe të humbas në vegjetacionin e dendur. Për pret më të mëdha, impalat, kudut, zebrat, kirafat, buajt, hynë në veprim shigjetat e helmuara. Gjahtari duhet të afrohet në një distancë prej 25 deri në 50 metra për të pasur shans goditjeje. Në një mjedis ku çdo degë e shkelur prodhon tingull, ku çdo lëvizje e papritur trem pren, ky afrim mund të marrë orë të tëra. Gjahtari heq sandalet për të shmangur thyrjen e shkopinjve. Ecën i kërrusur, pothuajse duke u zvarritur, duke përdorur të gjithë vegjetacionin e disponueshëm si mbulesë. Kur më në fund qëllon, shigjeta duhet të depërtojë mjaftueshëm thellë që helmi të hyjë në rrjedhën e gjakut. Dhe atëherë fillon pjesa më e rrezikshme. Kafsha e plagosur nuk bie menjëherë. Ajo ikën. Gjahtari duhet ta gjurmojë atë për orë të tëra, ndonjëherë për ditë të tëra, duke ndjekur gjurmët, shenjat e gjakut, degët e thyra. Gjatë këtij gjurmimi, ai është vetëm në savanë, shpesh larg kampit, i ekspozuar ndaj të gjitha rreziqeve që mban Afrika. Rreziku i parë janë gjarpërinjtë. Hadzabe i urrejnë gjarpërinjtë, është e vetmja kafshë që ata refuzojnë ta hanë. Dhe me të drejtë. Savana afrikane strehon disa nga gjarpërinjtë më helmues në botë, mambat e zeza të afta për të vrarë një burr të rritur në më pak se 1 orë, nepërkat fryrëse helmi i të cilave shkakton nekroz të indeve, kobra pështyrëse që shënjestrojnë sytë e viktimave të tyre. Trupi i një gjahtari Hadzabe me përvojë mban shenjat të kafshimeve të gjarpërinjve si shenjat të një jete në pyll. Vëzhgoni shenjat në trupin e një plakur Hadzabe. Onas, një gjahtar mbi 60 vjeç, shfaq shenja që tregojnë histori të tëra pa pasur nevojë për fjalë. Shenjat të kafshimeve të gjarpërinjve në krah. Shenjat të kafshimit të leopardit në shpinë. Shenjat të shigjetave dhe thikave, aksidente gjatë gjuetive ose përgatitjes së vëglave. Shenjat të gjembaçëve që kanë shpuar lëkurën gjatë ndjekjeve në shkure të dendura. Shenjat të rënieve nga pemët baobab gjatë mbledhjes së mjaltit. Gjysma e dhëmbëve të tij tashmë kanë ikur. Ai mban sandale të bëra nga goma të vjetra dhe mban një thik në bel të mbështjell me lëkur dikdiku. Gjembaçët përfaqësojnë një tjetër kërcënim konstant. Vegjetacioni i savanës tanzaniane dominohet nga akaciet dhe shkuret me gjemba. Ecja nëpër këtë mjedis gjatë ditës është tashmë sfiduese. Ecja natën, pa elektrik dore, është pothuajse e pamundur për këdo që nuk njeh çdo metër të terrenit. Gjahtarët Hadzabe kalojnë një pjesë të konsiderueshme të kohës së pushimit duke hequr gjembaçët nga njëri tjetri me majën e thikave të tyre. Një shëtitje prej disa orësh nëpër savan mund ta lërë trupin të shënuar sikur të kishte marrë një tatuazh gradual në të gjithë trupin. Akrepat dhe merimangat plotësojnë listën e rreziqeve më të vogla vetëm në madhësi, sepse kafshimet e tyre mund të jenë dobësuese ose fatale. Shkretëtira afrikane strehon akrepa helmi i të cilëve sulmon sistemin nervor duke shkaktuar konvulsione dhe paralizë.
Fëmijët Hadzabe mësojnë që herët të mos i fusin kur duart në vrimat pa i kontrolluar më parë, të mos shkelin kur zbathur mbi gur pa parë, të mos shtrihen kur në tokë pa ekzaminuar zonën përreth. Por rreziqet reale, ato që mund të vrasin një burr të rritur në sekonda, ecin mbi 4 këmbë. Luanët jetojnë në të njëjtën savan ku gjuajnë Hadzabe. Natën, ulërimat e tyre bëjnë jehon nëpër rrafshnalta dhe gjahtarët flenë në qiell të hapur duke e ditur se nuk ka barierë fizike midis tyre dhe grabitqarëve. Zjarri i mban larg macet e mëdha në shumicën e rasteve. Leopardët janë edhe më të rrezikshëm sepse sulmojnë në heshtje duke i zënë prit viktimave të tyre në hije. Një gjahtar Hadzabe mban shenja të sulmit të leopardit si provë se i mbijetoi një takimi që shumë të tjerë nuk do t'i mbijetonin. Ecja nëpër savan natën kërkon një lloj njohjeje që shumica e njerëzve nuk do ta zhvillojnë kurrë me asnjë mjedis. Nuk ka shtigje të shënuara. Nuk ka pika referimi të dukshme në errësirë. Lundrimi pa elektrik dore duket i pamundur për një vizitor, por Hadzabe e bëjnë këtë me natyrshmërinë e dikujt që kalon nëpër dhomën e tij. Është një njohje e ndërtuar gjatë dekadave të lëvizjes nëpër të njëjtin territor, një dhomë prej 1000 kilometrash katror e populluar nga luan, leopard dhe hiena në hije. Një gjahtar Hadzabe me përvojë arrin të identifikojë llojet e vegjetacionit përmes prekjes, të njohë formacionet shkëmbore nga silueta kundër yjeve dhe të parashikojë se ku do të jenë gjembaçët para se t'i prek ato. Hienat përfaqësojnë një tjetër kërcënim, jo vetëm të drejtë për drejtë, por edhe ekonomik. Hadzabe nuk përdorin kurthe apo laçe për të gjuajtur, dhe arsyeja është e thjeshtë, leopardët dhe hienat vjedhin çdo kafshë të kapur në kurthe para se gjahtarët të mund ta marrin atë. Dendësia e lartë e grabitqarëve në rajon e bën këtë metodë gjuetie plotësisht të paralizueshme. Ekziston një praktikë gjuetie që Hadzabe e kryejnë vetëm disa herë në vit dhe që tregon se deri ku janë të gatshëm të shkojnë për proteina shtazore. Gjuetia e natës e babuinëve. Babuinët flenë në pemë ose shkëmbin gjatë natës. Një grup prej 10 deri në 12 gjahtar rrethojnë zonën ku një grup babuinësh po fle, afrohen në heshtje me harqe dhe shigjeta në duar dhe pastaj sulmojnë simultanisht nga të gjitha anët. Qëllimi është të vrasin numrin më të madh të mundshëm para se kafshët të arrijnë të shpëtojnë. Babuinët janë pre të rrezikshme. Një mashkull i rritur mund të peshojë deri në 45 kg dhe zotëron dhëmb qeni prej 5 cm të aftë për të shkaktuar lëndime të rënda. Një babuin i zënë ngushtë ose i plagosur nuk heziton të sulmojë. Gjahtarët duhet të koordinojnë lëvizjet e tyre me saktësi absolute. Një gjuajtje e gabuar mund të lërë një kafshë të plagosur dhe të tërbuar midis tyre dhe sigurisë. Hadzabe e adhurojnë mishin e babuinit. Ekziston një shaka tradicionale që thotë se një burr Hadzabe nuk mund të martohet derisa të ketë vrarë 5 babuin. Si shumë shaka, ajo mbart një të vërtet në themel, aftësia për të marrë pjesë në një gjuajtje natë të babuinëve tregon pjekuri, guxim dhe aftësi koordinimi me grupin, të gjitha cilësi të dëshirueshme të një partner. Hadzabe gjithashtu praktikojnë diçka që duket çmenduri në syt modern, vjedhjen e mishit nga grabitqarët. Kur shohin shkaba që qarkullojnë në qiell, gjahtarët vrapojnë në drejtimin e treguar, duke u përpjekur të lokalizojnë një kufom të sapo vrarë nga luanët ose leopardët. Kur gjejnë skenën, ata bërtasin, tundin krahët dhe përpiqen të trembin grabitqarët për të vjedhur një pjesë të prejës. Rreth 15 deri në 25% e të gjithë mishit të konsumuar nga Hadzabe vjen nga kjo praktikë e ngrënies së mbetjeve në mënyrë oportuniste. Përfytyroni se çfarë do të thotë kjo në praktikë. Një burr prej 60 kg i armatosur vetëm me hark dhe shigjeta vrapon në drejtim të luanëve që sapo kanë vrarë një zebër, bërtet për t'i trembur ata dhe shpreson që ata të vendosin se nuk ja vlen të luftojnë për ushqimin. Ndonjëherë funksionon. Ndonjëherë jo. Por ekziston një rrezik edhe më i zakonshëm se grabitqarët toksor. Një rrezik që vret më shumë gjahtar Hadzabe se çdo kafshë e egër. Rënjet nga pemët baobab. Mjalti është ushqimi i preferuar i Hadzabe, i votuar si i preferuari si nga burrat ashtu edhe nga gratë në kërkimet antropologjike. Ai përfaqëson për afërsisht 15 deri në 20% të kalorive të konsumuara nga fisi. Hadzabe mbledhin mjalt nga 7 lloje të ndryshme bletësh, duke përfshirë bletët afrikane që janë jashtëzakonisht agresive dhe bletët pa thumb që prodhojnë mjalt në sasi më të vogël por në vende më të aksesueshme. Zgjojet e bletëve me thumb ndodhen tipikisht lart në pemë gjigante baobab, disa arrin 15 metra lartësi me trungje prej 8 deri në 9 metra diametër.
Për të arritur këto zgjoje, gjahtarët duhet të ngjiten në pemë duke përdorur vetëm kunja druri që i gozhdojnë në trung ndërsa ngjiten. Teknika është mijëvjeçare. Gjahtari përdor pjesën e pasme të sapatës së tij për të ngulur kunjën e parë në trung, pastaj shkel mbi të ndërsa gozhdon të dytën, duke përsëritur procesin derisa të arrijë zgjojnë. Rregulli më i rëndësishëm i kësaj ngjitjeje është të mos shkelësh kurrë mbi kunja të vjetra. Kunjat mbahen në vend vetëm nga presioni i lëvores që mbyllet rreth tyre. Druri i baobabit pas lëvores është sfungjeror dhe i lagësht, i paaft për të ofruar ndonjë rezistencë. Me kalimin e kohës, lëvorja lëshohet dhe kunjat mbeten të lira. Një gjahtar me përvojë instalon kunja të reja në çdo ngjitje. Një gjahtar i pakujdesshëm shkel mbi një kunjë të vjetër dhe rrëzohet. Shefi i një fshati Hadzabe u rrëzua nga baobabët 2 herë gjatë 50 viteve të jetës së tij. Ai u mbijetoi të dyja rënieve, por shumë të tjerë nuk patën të njëjtin fat. Rënjet nga baobabët janë shkaku më i zakonshëm i lëndimeve të rënda dhe vdekjeve midis burrave Hadzabe të rritur. Dhe bletët nuk e lehtësojnë punën. Bletët afrikane janë jashtëzakonisht agresive, janë ato që i dhanë origjinë termit blet vrasë, kur disa koloni ikën drejt Amerikave në dekadat e viteve 1950. Hadzabe përdorin tym për t'i qetësuar ato para se të vjelin mjaltin. Ndezën tufa me barë të thatë dhe ngjiten duke mbajtur zjarrin që ende nxjerr tym, duke e vendosur atë brenda zgavrave ku janë instaluar zgjojet. Tymi maskon feromonet e alarmit që bletët lëshojnë kur njëra vritet ose plagoset, duke penguar që e gjithë tufa të sulmojë pushtuesin. Edhe me tymin, thumbimet janë të pashmangshme. Gjahtarët ngjiten zbathur dhe me duar të zhveshura. Kur vëzhguesit e jashtëm pyetën për thumbimet, Hadzabe qeshen. Duket se të thumbuarit është pjesë e argëtimit. Ekziston një aleat i papritur në këtë gjueti mjalti. Zogu udhërrëfyes, një zog me madhësinë e një tordjeje që lokalizon zgjoje dhe udhëheq njerëzit drejt tyre në këmbim të dyllit dhe larvave. Kur një Hadzabe dëshiron të gjejë mjalt, ai lëshon një fishkëllim specifike. Nëse një zog udhërrëfyes është në afërsi, ai përgjigjet me thirrjen e tij dhe fillon të fluturojë nga pema në pemë, duke ndaluar për të pritur që njerëzit të arrijnë atë, derisa të ulet pranë zgjojit të gjetur. Është një nga marrëdhëniet e bashkëpunimit më të zhvilluara midis një gjitari dhe një shpendi të dokumentuara ndonjëherë nga shkenca. Konsideroni se çfarë i bën kjo jetë trupit të njeriu. Studiuesit nga universiteti duke studiuar Hadzabe gjerësisht dhe zbuluan diçka befasuese, pavarësisht se janë shumë më aktiv fizikisht se njerëzit në shoqëritë e industrializuara, Hadzabe djegin përafërsisht të njëjtën sasi kalorish ditore. Trupi i njeriut, siç duket, rregullon metabolizmin e tij për të kompensuar nivele të ndryshme aktiviteti. Por ndërsa njerëzit sedentari ruajnë kaloritë e papërdorura si yndyrë, Hadzabe e shndërrojnë të gjithë energjinë e disponueshme në lëvizje, forcë dhe qëndrueshmëri. Dieta Hadzabe përbëhet tërësisht nga ushqime të egra. Mish i kafshëve të gjuajtura. Mjalt bletësh. Fruta baobabi. Kokra sezonal. Tuberkul të gërmuar nga toka. Gratë sigurojnë rreth 60 deri në 70% të kalorive të konsumuara nga grupi përmes mbledhjes së bimëve. Burrat kontribuojnë me proteina shtazore dhe mjalt. Gjithçka ndahet në mënyrë të barabartë brenda kampit. Një gjahtar që kthehet me mish e ndan atë me të gjithë të pranishmit, duke përfshirë ata që nuk gjuajnë për shkak të moshës apo preferencës. Ideja e grumbullimit të më shumë se sa nevojitet për konsum të menjëhershëm thjesht nuk ekziston në mentalitetin Hadzabe. Jeta Hadzabe ndjek cikle sezonale të sakta. Nga maji në tetor, gjatë stinës së thatë, burrat bëhen gjahtar edhe më intensiv. Vegetacioni i pakët i përqendron kafshët si zebrat dhe fakoqerët rreth gropave të ujit, duke i bërë ato më të lehta për t'u lokalizuar dhe për t'u zënë prirë. Gjahtarët kalojnë net të tëra në pritje pranë burimeve të ujit, të gatshëm për të qelluar shigjeta të helmuara në çdo prej që afrohet për të pirë. Gratë dhe fëmijët gërmojnë tuberkul të pasur me niseshte gjatë këtyre muajve, duke i gatuar ato për të lehtësuar tretjen. Kur shirat vinë në nëntor, peizazhi transformohet. Kafshët shpërndahen, duke e bërë gjuetin më të vështirë, por bimët lulëzojnë. Frutat e baobabit, të pasura me vitaminë C, bëhen të bollshme. Shkuret me kokra ofrojnë ushqime të vazhdueshme gjatë shëtitjeve. Mjalti arrin kulmin e prodhimit. Disa muaj përshkruhen nga Hadzabe si muaj pa mish, periudha në të cilat mjalti dhe bimët dominojnë ushqimin ndërsa gjuetia mbetet e pakët.
Ky fleksibilitet sezonal është themelor për mbijetesën në një mjedis që ndryshon drastikisht gjatë vitit. Kërkimet mbi mikrobiomën e zorrëve të hadzabe zbuluan një diversitet bakterial ndër më të lartët e regjistruar ndonjëherë në ndonjë popullsi njerëzore. Ky diversitet ofron mbrojtje kundër shumë sëmundjeve moderne. Studimet treguan se vetëm 3 ditë duke ndjekur një dietë të ngjashme me atë të hadzabe mund të rrisin diversitetin bakterial të zorrëve të një personi deri në 20%. Shkencëtarët besojnë se ky diversitet mikrobik përfaqëson gjendjen origjinale të zorrëve njerëzore, atë që kemi evoluar për të pasur gjatë qindra mijëra viteve si gjatar mbledhës. Vdekshmëria foshnjore është e lartë midis hadzabe, gjë që redukton jetëgjatësinë mesatare. Por të rriturit që i mbijetojnë fëmijërisë shpesh mbeten të shëndetshëm deri në moshën 60 ose 70 vjeç, pa shfaqur sëmundjet kronike që rënojnë shoqëritë moderne, obezitetin, diabetin e tipit 2, sëmundjet e zemrës, kancerin e zorrës së trashë. Ata nuk njohin palestra gjimnastike apo suplemente vitaminash. Nuk kanë nevojë. Struktura shoqërore hadzabe është plotësisht barazitare. Nuk ekzistojnë shefa. Nuk ekzistojnë hierarki pushteti. Vendimet merren me konsensus. Nëse dikush nuk pajtohet, thjesht zhvendoset në një kamp tjetër. Burrat dhe gratë marrin pjesë njëlloj në vendimet që prekin grupin. Fëmijët kujdesen kolektivisht duke lejuar që çdo i rritur të mbikëqyrë çdo fëmijë, pavarësisht nga farefisnia. Prona private është praktikisht jo ekzistente. Nëse keni më shumë harqe, shigjeta ose lula guri se sa ju duhet t'i ndani ato. Ndarja nuk konsiderohet bujari. Është detyrim moral. Hadzabe nuk kanë njohur kur luftë në historinë e tyre gojore. Nuk kanë njohur kur uri. Nuk kanë njohur kur epidemi shkatëruese. Mënyra e tyre e jetesës prodhon pothuajse zero ndikim mjedisor, ata nuk lën gjurmë përveç majave të shigjetave, disa gurve të nxirë nga zjarri dhe gërvishtjeve në akacie. Por kjo mënyrë jetese po zhduket. Çdo vit, më shumë territor humbet për barinjt dhe fermerët. Çdo dekadë, më shumë të rinj hadzabe tërhiqen drejt fshatrave në kërkim të parave, punës dhe tundimeve të botës moderne. Turizmi, ndonse sjell disa të ardhura, gjithashtu ka korruptuar aspekte të kulturës tradicionale. Disa kampe hadzabe pranë rrugëve turistike janë bërë atraksione të inskenuara, ku gjatarët performojnë aftësitë për kamera në vend që t'i praktikojnë ato për të mbijetuar. Alkoholi erdhi bashkë me paratë e turizmit. Vdekjet nga helmimi alkoolik janë bërë një problem serioz në disa komunitete. Njohuria tradicionale po humbet jo sepse fëmijët nuk duan të mësojnë, por sepse konteksti në të cilin kjo njohuri ka kuptim po shpërbëhet. Hadzabe mbjetojnë prej më shumë se 50.000 vjeçarësh pa shkatëruar mjedisin e tyre, pa grumbulluar më shumë se sa u nevojitet, pa krijuar hierarki pushteti shtypse. Ndërsa bota moderne përballet me kriza të shëndetit mendor, obezitetit, vetmisë dhe kolapsit ekologjik, këta gjatarë zbathur mbajnë trupa të shëndetshëm, komunitete të bashkuara dhe një ekuilibër të përsosur me tokën që i mban. Me çdo brez që kalon, ne humbim edhe një bibliotekë të gjallë të njohurive stërgjyshore. Me çdo hektar savane të shndërruar në plantacion, ne fshim një kapitull të historisë njerëzore që nuk do të mund të rishkruhet kurrë.